Ndërmiq, përshëndetje dhe mirë se shihemi në emisionin dhe takimin e përditshëm tashmë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Dhe jemi pikërisht në kohën më të kërkuar nga besimtarët, në orët dhe minutat më të kërkuara nga besimtarët. Jemi në ato minuta ku shumë shpresojnë se mund të jetë nata e Kadrit, mund të jetë momenti më i rëndësishëm i këtij muaji. Duke lutur Zotin që edhe minutat që kanë kaluar, edhe këto që po përjetojmë dhe ato që do të vinë të jenë minuta të begata, të mbara për çdo besimtar dhe për gjithë ju. Ju ftoj që të jemi së bashku në këto minuta për të dëgjuar disa këshilla mbi natën e Kadrit, mbi atë se çfarë duhet të bëjë besimtari mbi natën e Kadrit, si duhet ta presë, si duhet ta shfrytëzojë dhe çfarë pritet në këtë natë kaq të veçantë, të cilët në fakt tashmë po e shpresojnë dhe po e kërkojnë jo vetëm besimtarët, ata që e besojnë Zotin dhe praktikojnë adhurimin ndaj Tij, por se dëgjojmë shpesh edhe të tjerë të cilët nuk janë pjesë e besimit dhe Islam, të cilët e kërkojnë dhe shpresojnë prej kësaj nate. Do të jemi me Hoxhën nderuar Ahmet Kalaj. Hoxh, mirë se vini. Mirë se gjetëm. Hoxh, shumë e shohin këtë si natë fati, po ja qelluan kësaj, gjithçka do shkojë mbar, gjithçka do ecë mirë. A është i saktë ky term nata e Kadrit, nata e fatit? Padyshim që është natë fati në dy kuptime. Natë fati me kuptimin që po e arrit e ke një fat të madh, pra me kuptimin po e zure, po ja dhe hakun, domethënë ke një fat të madh, pra i një me shumë fat, sepse ajo është më vlerësuar te Zoti se sa 1000 muaj. Pra çdo gjë që bëhet atë natë është më e vlerësuar te Zoti se sa të bëhet 1000 muaj pa shkëputje. Dhe nuk ka gjë, domethënë, që njeriu mund ta bëj, domethënë 24 orë pa shkëputje, jo më 83 vjet pa shkëputje. Kështu që çdo detaj adhurimi në këtë natë shpërblehet, është më e vlerësuar tek Zoti se sa 1000 muaj. Po të bëj pa shkëputje, për këtë arsye është fat i madh, domethënë në vërtetë është fat i madh që ta zësh këtë natë, në këtë kuptim. Pra ata të cilët synojnë shpërblimin e Zotit, sevapin, dashurinë e Tij, kjo realisht është madh që ta zësh natën e Kadrit. Për këtë arsye domethënë thoshte Ibn al-Qayyim, Zoti e mëshiroft, një nga dietarët e hershëm, kollozët e dijes, thoshte sikur nata e Kadrit të fshihej në 12 muajt e vitit, në 365 ditët e vitit, do të ishte meritore që të kërkohej çdo natë e vitit për të arritur natën e Kadrit, sepse i thon 1/83. Ndërkohë që Zoti i Madh e fshehu në Ramazan, ndërkohë që Zoti i Madh e fshehu në 10 netçin e fundit, ndërkohë që shpresohet pothuajse nga gjithë muslimanët që të jetë pikërisht sonte, pra nata e 27, ndërkohë që ne kemi lënë ditën 26 të Ramazanit. Pra është fat i madh. Pra ta realizosh, ta gjesh, të japësh hakun është fat i madh. Po faktikisht është nata e fatit, njerëzit kanë për qëllim diçka tjetër. Pra aty përcaktohet fati i njeriu. Dhe kjo faktikisht është e vërtetë. Edhe kjo është e vërtetë, sepse fati i njeriu ka disa, le të themi, ka disa faza me të cilat kalon. Faza e parë është ajo që quhet Lauhi Mahfudh, pra databaza e ekzistencës. Pra çdo gjë është e regjistruar në një pllak memorimi, ku aty është regjistruar gjithçka çfarë do të ndodhi nga aja e botës deri tek zhëja e saj, ku përfshihen dhe jetët tona, sjelljet tona, fati jon, jeta jon, si do të jetojmë, si do ta mbyllim jetën, si do ta nisim jetën, gjitha vështirësitë, mirat, këqijat, sukseset, dështimet, ëmbëlsitë e jetës, i thësitë e saj kështu me radhë. Pra këto janë gjëra që Zoti i ka ditur dhe i ka shkruar. Edhe pse ne i kemi vepruar me vetdijes plot. Ne i veprojmë sepse Zoti do na marrë neve në llogari për atë që bëjmë ne, jo për atë që ka ditë Zoti se do të bëjmë ne. Pavarësisht se ne do të bëjmë atë që Zoti ka ditë që ne do ta bëjmë, sepse la yakuna linnasi hujjatun. Pra njerëzit mos të kenë arsyetim ditën e Kiametit. Pra nëse Zoti neve do ta na kalonte nga bota e shpirtrave në ditën e Kiametit, pa e kalu sprovën e kësaj bote, dikush do të thoshte o Zot, po ti më provoje një herë, po unë e dija që ti o robim do të veproje kështu. Pra kjo është drejtësi absolute në formë. Drejtësi absolute, domethënë. Atëherë kjo është faza e parë. Faza e dytë është fati që i përcaktohet njeriu në barkun e nënës. Pra le të themi kemi një kopje të asaj, databazit kryesor
le të themi një fajl, një dosje merret nga atje dhe i bëhet skanim dhe i skanohet njeriu në barkun e nënës. Dhe kjo që i skanohet në barkun e nënës, që është kur ai është 4 muajsh, që i vjen engjëlli, siç thot profeti, bekimet e Zotit qofshin mbi të, kur fëmia arrin moshën 4 muajshe, pra 120 ditë, vjen një engjëll që i vepron tek ai 4 gjëra, i fryn shpirtin, i shkruan se si do të jetë jeta e tij, kur do të jetë vdekja e tij dhe si do të jetë përfundimi i tij dhe si do të jetë furnizimi i tij, pra çfarë jete do të ketë ky njeri. Dhe ky është shkrimi, le të themi, faza e dytë e kaderit, e fatit njeriu, fati i parë për çdo krijesë, fati i dytë, fati i njeriu, dhe fati i tretë është fati që përcaktohet ose le të themi riformatohet dhe updatetohet për çdo vit. Që do të thonë natën e kadrit, siç e thot Zoti në Kur'an, inna anzalnahu fi lejletin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Në të ndahet çdo gjë me urtësinë e Zotit dhe mirësinë e tij. Pra në këtë natë detajohet çdo gjë që ka të bëjë me vitin. Pra çfarë ndodh në barkun e nënës është e përgjithshme, domethënë e detajuar në përgjithësi, dhe vjen kjo e natës kadrit ku përcaktohet fati i njeriu, se çfarë do të ndodhë me njeriu për një vit, saqë thoshte njëri prej, le të themi, shokëve të profetit, Abdullah ibn Abbas, i thoshte edhe emrat e haxhive, pra me kuptimin çdo detaj, edhe emrat e haxhive regjistrohen natën e kadrit. Pra, domethënë çdo gjë që ka të bëjë me fatin e njeriu përcaktohet pikërisht natën e kadrit. Për kështu që fati këtu ka dy kuptime, fati i madh, po ta zësh natën e kadrit. Po pse? Sepse vetë profeti alayhis salam tha, siç ka thënë për gjithë Ramazanin, shif çfarë barazimi ka bërë profeti alayhis salam. Tha në një hadith, ai që e kalon gjithë Ramazanin me lutje, ai që i kalon gjithë ajo që i kalon gjitha netët e Ramazanit me lutje dhe me falje, me besimin në Zot dhe duke shpresuar shpërblimin e tij, Zoti do t'ia falë gjitha gjunahet. Dhe tha për natën e kadrit, ai ose ajo që e kalon natën e kadrit me lutje dhe me falje, me besimin në Zot dhe duke shpresuar shpërblimin e tij, Zoti do t'ia falë gjitha gjunahet. Pra çfarë u tha për gjithë, le të themi, Ramazanin, netët e Ramazanit, u tha vetëm për natën e kadrit. Domethënë, siç tha Zoti për shembull në Kur'an, o Muhamedi, tha sallallahu alaihi wasallam, të kemi dhënë Kur'anin edhe surën El-Fatiha. Kur'anin edhe surën El-Fatiha, do thot vlera e madhe që pas ka sura e Fatiha, edhe këtu, pra nata e kadrit vlerësohet aq shumë se që i thuhet ajo që është tonë për gjithë Ramazanin thuhet për natën e kadrit. Prandaj pra është fat në të gjitha kuptimet e fjalës. Është një natë e jashtëzakonshme, është një natë e madhe. Po ndërkohë Ramazani ka një synim ashtu siç thuhet në Kur'an, pra me qëllim që të bëheni të devotshëm, me qëllim që të afroheni tek Zoti, të jemi më afër, po themi, mësimeve dhe orientimeve të tij. Por ndërkohë, do të qëndroj te kjo pjesë e fatit, një pjesë ndoshta nuk janë të fokusuar te ky qëllim që ka Ramazani, dhe ky qëllim normalisht ka nata e kadrit. Po më tepër janë tek ajo logjika e hajmalis. Pra, po agjërove këtë ditë, po e takove këtë ditë, nuk të ndodh asnjë keqe, nuk ke probleme dhe punët ecin mbarsi. Pra, do të synojmë me këtë natë qiellin apo tokën më tepër. Faktikisht atëherë këtu e kemi nxjerrë nga konteksti i fetar gjën, domethënë, dhe e kemi zbrit shumë poshtë faktikisht, që ose do të ishte në këtë kontekst, domethënë, ajo mund të ketë diçka të vërtetë brenda, sepse me të vërtetë kush me të vërtetë e bën për hir të Zotit, pavarësisht, domethënë, ama e agjiron natën, atë natë e kalon lutje dhe në falje, unë mendoj që ajo do t'i japi efektet e veta tek ky njeri. Ti je i sigurt se shumë njerëz e kanë filluar ibadetin e tyre ndaj Zotit me agjërimin e natës para natës kadrit, siç është sot 26-ta. E kanë agjëruar një ditë, po kanë ndier diçka që se kanë ndier herë tjetër, dhe vitin tjetër kanë bërë 3 ditë, pastaj e kanë bërë një javë, pastaj kanë bërë gjithë Ramazanin. Po faktikisht nëse ta përdorim në këtë kontekst, siç e thatë ju, që bëj këtë se s'ka kjo pastaj nuk është korrekte. Kjo nuk është korrekte, sa askund nuk thuhet që po e bëre s'ke nevojë për asgjë, sepse ka njerëz që thonë unë nuk agjëroj Ramazanin, ama natën e kadrit agjëroj gjithmonë. Pra duket sikur ky po thotë unë domethënë me natën e kadrit i mbyll gjitha. E vërteta është që nuk mund t'i mbyllësh gjitha, sepse nëse do të ishte kjo logjike saktë, do ta kishte kuptuar kështu profeti i Zotit. Profeti i Zotit, bile ka një hadith shumë interesant, Zoti i Madh nuk ja tregoi profetit alayhis salam se kur është nata e kadrit. Për këtë arsye, në herën e parë të Ramazanit që ka agjëruar profeti alayhis salam, neti 10 ditë e para të Ramazanit në kërkim të natës kadrit, s'doli fare nga xhamia.
adhuronte Zotin çdo natë. Xhibrili i vjen në 10 ditëshin, duke mbaruar 10 ditësh i parë dhe duke u fut 10 ditësh i dytë. I thot: "O Muhammed, e ke përpara." Profeti alayhis salam ndeti edhe 10 ditë tjera. Me të mbaruar 10 ditësh i dytë dhe futet 10 ditësh i tretë, i thot: "O Muhammed, e ke përpara." Pra, në kërkim të natës Kadrit, profeti i Zotit, bekimet e Zotit qofshin mbi të, që ai ishte më i miri, ai ishte më i dashur i Zotit, më i dituri, më i devotshëm, më i përkushtuari, më le të themi më brillanti të kuptuarit fesë, modeli i përsosur i besimtarit. Ai, domethënë, neti edhe 10 ditësh të tretë, pra vetë profeti alayhis salam ka ndet në xhami, pa dalë prej xhamie 30 ditë duke kërkuar natën e Kadrit. Kështu që nuk mund dali dikush thot sot edhe thot dëgjoj se me natën do ta kryej. Nuk është kaq kollaj situata dhe nuk është kaq sepse ashtu pastaj për çfarë agjërojnë njerëzit, nëse do të ishte me një natë ne të tjerë që agjërojmë gjithë muajin, ku është puna, si puna atij që thotë falem Bajram për Bajram, po ne që falem 5 herë në ditë, çfarë jemi me fjalë? Nuk është se ajo okay, shumë mirë që falet për Bajram, por nuk është se mjafton. Edhe kjo punë shumë mirë që agjërojnë ditën që paraprin natën e Kadrit, përkushtohen natën e Kadrit, kjo është shumë mirë, okay, po kjo nuk është e mjaftueshme. Po duhet të synojmë gjithsesi qëllimin kryesor që ka ky muaj dhe kjo natë. Dhe nëse e kthehemi gjithmonë pra ajeti kuranor pra me qëllim që të bëheni të devotshëm. Në këtë natë normalisht njerëzit luten, e shfrytëzojnë për lutje, duke qenë se lutjet është ndoshta më pranuar se kur dhe ka vlerë të jashtëzakonshme. Le të kuptojmë për çfarë është lutur më së tepër profeti alayhis salam, për çfarë lutur sahabët, për të kuptuar që për çfarë ta shfrytëzojmë këtë natë dhe cila është gjëja më me vlerë në këtë natë. Njerëzit thash luten edhe për gjëra shëndetësore, edhe për mbarësi, edhe për gjëra toksore, por ndërkohë për çfarë është lutur më së tepër Muhamedi alayhis salam. Atëherë, normalisht që njeriu natën e Kadrit mund ta përdor për çdo lutje, për çdo gjë mund ta përdori sepse është një natë e veçantë, ndryshe nga netët e tjera dhe universi pson le të themi transformime, gjëra që nuk ndodhin asnjë kohë tjetër vetëm se natën e Kadrit. Okej, por profeti i Zotit, bekimet e Zotit qofshin mbi të, unë mendoj se ka gjetur thelbin, normalisht nga vetja e tij, nga Zoti, thelbin e çdo le të themi e çdo problematike që ka jeta jonë. Shëndeti, mos suksesi, rënja nga pozicioni, dështimi, falimentimi, humbja e kredibilitetit, smundje, çdo gjë në botë që ekziston në jetën e kësaj bote faktikisht e ka origjinën diku, mëkatet e njeriu. Pa tek raportet që kemi me Zotin, përkthehen pastaj edhe në suksese dhe në çdo gjë në jetën tonë përkthehet si kemi raportet me Zotin dhe me Krijuesin e gjithësisë. Për këtë arsye profeti alayhis salam kapi thelbin dhe tha, nëna besimtarëve i tha: "O i dërguar i Zotit, nëse unë hetoj, ndjej mbas shenjave që ti na ke treguar se çfarë shenjash ka nata e Kadrit, ndjej se atë natë është nata e Kadrit, çfarë lutje të bëj, si ti lutem Zotit?" Dhe profeti i tha: "Thuaj, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Allahu Zot, ti je falës, e do faljen, më fal mua. Domethënë, gjithçka rregullohet në jetë po të na fali Zoti. Po ti kemi punë të mirë me Zotin. Pra, le të themi kjo natë, përveç se fatit, përveç se lutjeve, përveç se sevapeve dhe shpërblimit, është një moment që ne të rregullojmë raportet tona me Zotin, që ne si më thon të fitojmë faljen e Zotit, që ne të zbardhojmë regjistrat që ndoshta i kemi nxjerrë edhe gjatë Ramazanit. Pra, le ta shohim si një moment pajtimi me Zotin, si një moment paqëtimi me Zotin, si një moment kur ne kërkojmë për Zotit çfarë kemi bërë të na hedhi pas, të na e fshi dhe të nisi mbas natës Kadrit një jetë krejt ndryshe për ne, një jetë krejt tjetër për ne, sepse thelbi i gjithçkaje është pikërisht tek mëkatet e njeriu. Për këtë arsye Zoti i Madh kur e lavdron profetin në Kur'an, her mas here e ka lavdruar profetin e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe një nga lëvdatat që i ka bërë profetit të tij është ti kemi falur të gjitha gjunahet që ke bërë dhe do të bësh. Dhe një nga lëvdatat i thotë ne ta liruam ose ta lehtësuam ty shpinën duke t'i hedhur poshtë mëkatet sepse të kishin rënduar. Dhe rëndesa këtu është edhe shpirtërore nga mëkatet, po edhe rëndesa le të themi e suksesit në jetë. Siç tha profeti për shembull alayhis salam, nganjëherë zënkat në familje, debatet në shtëpi janë një lloj pastrimi të mëkateve që njeriu mund të ketë bërë diku tjetër.
Domethënë çdo gjë që ndodh në jetë është pasojë diçkaje. Për këtë arsye thot Zoti, nëse ju ndodh diçka në Kur'an, e keni prej vetes tuaj, si prej vetes tonë, domethënë prej paullësive tona, prej problematikave që ne kemi bërë në raportet tona me krijuesin, atëherë Zoti më na jep diçka në jetë që ne të zbresim me këmbë dog, të kërkojmë falje Zotit e pastaj Zoti na çoj aty ku kemi qenë apo edhe më mirë se sa ku kemi qenë. Pra thelbi i gjithçkaje është që ne të paqtohemi me Zotin, të rregullojmë raportet tona me Zotin dhe çdo gjë ka përshkuar mbar. Dhe kur themi çdo gjë ka përshkuar mbar, nuk është patjetër që njeriu duhet të ketë para në dorë. Jo më shkon çdo gjë mbar, Zoti ty t'jep një lloj qetësie, një lloj rahatie më të madhe se sa dikush që ndoshta i ka të gjitha, po nuk përjeton qetësi shpirtërore. Ndoshta Zoti nuk t'jep, për shembull, le të themi fëmijë, mirë po t'jep ty më shumë qetësi dhe rahati dhe një lloj kënaqësie me Zotin, saqë nuk e gjen ai që ndoshta ka shumë fëmijë. Pra, është ideja e bekimit sesa ideja e komoditetit në jetë, sepse nuk është komoditeti në jetë treguesi se ne jemi mirë me Zotin. Mund të jetë një shumë komod në jetë, por nuk e ka raportet mirë me Zotin, dhe mund të jetë njëri në kushte minimale të jetesës, po me Zotin e tjerë është në xhenet kësaj bote, edhe pse është në kushtet minimale të jetesës. Pra ky është thelbi, që mos dalim nga tema. Lutja profetike ka qenë për Krisht për falje, për mëshirë dhe për të hapur një faqe të bardhë me Zotin në gjithësisë. Ndërkohë, normalisht thelbi i kësaj dite është agjërimi, të qenit agjërueshëm dhe duaja e cila në mënyrë të vazhdueshme bëhet dhe shfrytëzohet. Përveç kësaj, çfarë mund të bëj dhe si do të shfrytëzoj me aspekte tjera ditën besimtari, këtë ditë dhe gjithë muajin, ndoshta. Normalisht gjithë muajin dihet, domethënë që besimtari ka një program, mundohet të ketë pas një program, po edhe po nuk pati pas, ky është një moment që thotë Zot më fal, s'kam pas program, po domethënë në këto ditë mbetura do të kemi një program e zemë, se nëse dikush nuk e ka pas një program apo ka pas vetëm thjesht një agjërim thjesht. Po faktikisht domethënë është mirë që kjo natë edhe kjo ditë para se të vinë nata të shfrytëzohet, le të themi me agjërim, po edhe me vepra të mira, pra të shkojmë në xhami, të falim në xhami. Nëse lexohet Kur'an në xhami, të ulemi aty ku lexohet Kur'an. Nëse është e mundur të bëjmë iftar, të japim iftar, domethënë të shpenzojmë për iftar, do ishte shumë mirë, apo të shtrojmë iftar familjar, apo iftar le të themi pak më larg se sa familja, me njerëz të dashur, me gjak, me farefis, domethënë të jepim pak te kjo bota e iftarit, sepse profeti alayhis salam thotë, ai që jep iftar dikujt e merr shpërblimin si agjëruesi. Pra agjëruesi e merr vetin, po edhe ky Zoti jep shpërblimin. Për gjëra interesante që domethënë është mirë të bëhen në këtë natë është që të prezantojmë në xhami në namazin e teravive. Pra mbas faljes së yacis, pra të çelet iftari, falet akshami, mbas akshamit njerëzit le të vrapojnë dhe të shpejtojnë tek mëshira e Zotit që është xhamia, le të falin yacin dhe të falin teravit me imamin, sepse profeti alayhis salam ka thënë, ai njeri i cili falet me imamin derisa të mbarojë, Zoti do t'ia shkruajë sikur është fal gjithë natën. Pra ty të jepet shpërblimi sikur gjithë natën e ka drejt ke bërë adhurim dhe je fal gjithë natën. Po kjo normalisht nuk është e mjaftueshme. Njeriu mund ta kalojë pjesën e mbetur në lexim Kur'ani, në dhënie sadakaje, ose duke i gjetë pranë dikujt që me të vërtetë ka një hall apo ka një siklet. Po është mirë gjithashtu që të prezantojë dhe namazin e natës, në ato xhamia ku ka namaz nate, e nëse është në një zonë ku nuk ka namaz nate, është mirë që çohet edhe natën, sepse vetë profeti alayhis salam, siç tregohet nga nëna e besimtarëve, në 10 netëshin e fundit të Ramazanit bënte disa vepra që si bënte asnjë kohë tjetër, dhe për këtyre veprave ishte se ai falej natën dhe merrte edhe familjen e tij, pra i zgjonte të gjithë antarët e familjes që të bënin namaz natë. Nëse ka xhamia që e bën këtë gjë, kjo do ishte perfeksion, e nëse nuk ka xhami për arsye nga më të ndryshmet, atëherë kjo le të bëhet në forma të tjera të organizuara apo familjare. E rëndësishme është që ta kalojmë këtë natë në adhurim deri në kohën e syfyrit dhe të përgatitemi për ditën e nesërme. Pse them edhe për ditën e nesërme? Sepse njerëzit çfarë bëjnë? Agjërojnë një natë përpara, edhe nata e katërt dhe e mbyllin me kaq. Mirë, po kjo nuk është normale. Pse? Sepse ti ke bërë një agjërim, ke bërë natë kadri, tani prej argumenteve se kjo punë ka shkuar mirë, është të pasohet me një vepër të mirë pas, që është agjërimi i ditës së nesërme. Kështu që ata që nuk e kanë bërë, domethënë duhet, mund i këshilloj, domethënë dhe them që është logjike që duhet ta bësh,
pra edhe të nesërmen ta agjërosh, e pse jo të paktën deri në fund të Ramazanit ta mbyllësh, sepse sidomos Ramazani i këtij viti për shembull që është 29 ditësh, atëherë i bie 26, 27, 28, 29 i bie të paktën këto 4 ditë t'i agjërojmë, t'i kërkojmë falje Zotit, pse nuk kemi agjëruar dhe kur vi viti tjetër të jemi agjërueshëm, sepse ne gjejmë fëmijë të vegjël, cilët agjërojnë dhe s'duan t'ia dinë. Kemi ne ca çerra aty ke xhamia, mashallah te barakallah, agjërues edhe është e pamundur, domethënë ti thosh mos agjëro se s'bëhet fjalë me fjalë, e jo më djem njerëz cilët janë moshë madhore, në moshën e pjekurisë, që Zoti ju ka fal gjithë ato mirësi, gjithë ato begati, ju ka fal Zoti arsyeën, logjikën dhe tani e masin veten e tyre me Ejubin e vogël që kemi ne ke xhamia, thotë unë agjëroj natën e katë, ndërkohë që Ejubi agjeron gjithmonë në Ramazanit. Ndërkohë, është një kategori e cila për shkak të sëmundjeve kronike, për shkak të situatave ku e kanë të pamundur të agjërojnë, e ndjejnë këtë dhimbjen e të mos qenit agjërueshëm këto ditë. Pra, gjithë besimtarët e shijojnë agjërimin, ata nuk kanë mundësi. Si janë në raport këta me fatin e kësaj dite, me mirësinë e kësaj dite? Çfarë duhet të bëjnë dhe si duhet ndihen? E para gjë këtë fjalë duhet ta dëgjojnë ata që janë mirë dhe nuk agjërojnë. Dhe duhet të kuptojnë se ka njerëz që e vuajnë shumë këtë pjesë, që nuk agjërojnë dot, megjithse Zoti i ka fal, megjithse Zoti i ka toleruar, megjithse Zoti i ka arsyetuar. Pra kemi ajetet e agjërimit që thon kush është i smur është i falur nga Zoti. Ajeti tjetër që thot kush nuk ka mundësi është i falur nga Zoti. Ajeti tjetër që thot Zoti nuk ju ngarkon më shumë se keni mundësi. Ajeti tjetër që thot Zoti don lehtësimin për ju dhe nuk don vërtetësimin. Kjo kategori është arsyetuar e këta ndihen shumë keq. Pse? Sepse ai ka një jetë. Unë kam një rast dhe e përmend gjithmonë atë rastin. Më pyet një djalë për babën e vet, se nuk agjeronte dot, ishte 90 e sa vjeç. Kishte 80 vjeç që agjeronte dhe nuk e imagjinonte dot, ndërkohë që mjekësia, domethënë i kishte thënë që nuk do të agjeroj. Dhe ai nuk i besonte djalit vet. Unë ja shkruaj mesazhin që mos ta agjeroj dhe ai më thot: "Hoxh, të lutem, ma çon mesazhin zanor se baba duhet ta dëgjoj zërin tat." Kupton ti? Ndërkohë që ne kemi njerëz sot bëjnë numra, me të vërtetë bëjnë numra. Pra llastohemi her pas here në raport me Zotin. Atëherë le vim tek pyetja që mos dalim nga tema. Ata njerëz që janë të arsyetuar e marrin shpërblimin sikur kanë agjëruar. Pra nuk u humb Zoti, sepse Zoti na mësoi në Kur'an dhe tha: "Pagujeni, bëni shpagim." Fjala bëni shpagim çdo thot është njësoj sikur ta kish agjëruar. Prandaj i bëj thirrje gjithë nënave, gjithë motrave që mund të kenë edhe arsye le të themi të ciklore, ose arsye moshe ose smundje vëllezërve tanë që mund të kenë smundje le të themi kronike që nuk mund të shkëputen dot nga ilaçet ose nuk kthejnë dot sistemin e ilaçeve, mos u ndjeni keq. Sepse Zoti i Madh ju do fort, thjesht ju ka sprovuar me këtë sprov, edhe kjo nuk do të thotë se ju humbni shpërblimin. Nuk e humbni shpërblimin. Për këtë arsye kjo kategori duhet të jetë korrekte në leximin e Kuranit, duhet të jetë korrekte në namaz, duhet të jetë korrekte le të themi në lutje dhe në dua, në këtë lutjen profetike: "O Allah, o Zot, ti je falës, e do faljen, më fal mua Zoti im." Pra, këta nuk duhet ndihen të përjashtuar, janë në linjë, në mëshirë të Zotit, në mirësitë të Zotit, në bekimin e Zotit, edhe pse nuk agjërojnë, sepse janë të arsyetuar. Ndërkohë, Ramazani synon ta ndryshoj pozitivisht besimtarin, synon t'i përmirësoj atij sjelljen, fjalorin, veprimet e tij, të jetë i vetëpërmbajtur, pra është një fakultet me vete për çdo kënd që e realizon atë. Po ndërkohë, jo çdo kush ja del të vetëpërmbahet. Jo çdo kush ja del që këtë Ramazan ta realizoj pa gabime, pa mangësi. Her pas here kupton që edhe pse është agjërueshëm e ka lëshuar gojen e tij, shikimin e tij, zemrën e tij. Edhe ndoshta vini një pikë që thotë e shef u përpoqja, po nuk jam i tillë. Pra si thua, kam lind jo pozitiv, nuk është për mua. Çfarë do thonim për këtë kategori, pasi e gjitha është shumë relative, ndoshta pjesërisht të gjithë përfshihemi her pas here. Kjo lloj ndjesie është pozitive. Derisa nuk e çon njeriu në humbjen e shpresës. Pra që njeriu mos jetë i kënaqur me veten e tij, kjo është pozitive. Që njeriu ta ndjejë se nuk është aty ku duhet, në të vërtetë, jo se po përgdhelet, llasticet. Jo, ai kupton që nuk ja ka dhënë hagun. Kjo lloj ndjesie është shumë mirësi e madhe. E di kush është problemi? Problemi është ajo kategori njerëzish, të cilët nuk bëjnë gjë, edhe nuk kërkojnë falje dhe nuk pendohen. Pra edhe gjë nuk bëjnë, edhe e shkelin, edhe nuk pendohen. Ama ajo kategori njerëzish që mundohen të bëjnë diçka,
po bëjnë dhe gjunahe dhe e kuptojnë që nuk janë aty ku duhen dhe prej kësaj ju vjen zor dhe turp prej Zotit dhe kjo i bën që të pendohen, të thyhen, këta janë më të mirë. Ndoshta edhe sa ata që i bëjnë shumë mirë pa gabime dhe pa mëkate. Pse? Se kjo kategoria, ata që i bëjnë shumë mirë, pa gabime dhe pa mëkate, mund të bien në mëkatin e vetkënaqësisë, që është shumë i rëndë faktikisht, që është mëkati i iblisit. Iblisi pse u përshtu nga mëshira e Zotit? Kalojnë vetkënaqësi dhe ju duket vetja më i mirë se sa të tjerët. Ndërsa kjo kategori është kategoria e florit, kategoria e artë e njerëzve. Pse? Sepse Zoti i Madh, po mos ishim ne gabimtar dhe mëkatar, do të na zhdukte, do të sillte një popull që bën gabime dhe ata i kërkojnë falje Zotit. Pra, qenia jon të këtill është urtësia e Zotit, pse neve na ka sjell në jetën e kësaj bote. Laula lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum. Po mos bëshim mëkate ju dhe gjunahe, Zoti do të ndronte, do të cilëte një popull tjetër që bën gjunahe dhe mëkate. Pra, mëkati, gjunahu është natyra e njeriu sepse Zoti është falës. Po mos ishim ne mëkatar, kë do të fali Zoti i gjithësisë. Pra çdo gjë ka një mrekulli brenda se si funksionojnë gjërat. Kështu që qenia jonë mëkatar, qenia jonë që nuk arritëm, le të themi, atë që shpresoja për vetes time nga fillimi i Ramazanit, që në fund të Ramazanit ndryshohesha, transformohesha shpirtërisht, le të themi, në karakterin tim, në edukatën time, nuk ndodhi. Momenti që ti e kupton që nuk e ke arrit, je shumë mirë. Je shumë mirë, do të thotë që ti ke hapësirë akoma për tonë Zot më fal. Pra mund themi se jemi në rrugën e duhur me këtë shqetësimi. Absolutisht. Ky lloj shqetësimi tregon që ne jemi në ndjeshmëri. Në momentin që do ta humbim këtë lloj shqetësimi dhe do të shihnim gjërat okay, atëherë do kishte problem. Atëherë do ishte problem i madh sepse na ka humbur ndjeshmëria e mëkatit apo ndjeshmëria e rëndesës. Pra kjo tregon që në një farë mënyrë jemi të varur nga falja dhe mëshira e Zotit, sa do të përpiqemi me potencialin dhe me mundësinë tonë. Ademi alayhis salam boni gjuna në xhenet, jo mon ne këtu në këtë botë që është më së normale të bëjmë gjuna. Ndërkohë hoxh, ju thatë se në këtë natë, në këtë dhe në këtë muaj në përgjithësi, se vapi është jashtëzakonshëm, mundësia për të ndërtuar marrëdhënie me Zotin është jashtëzakonshme, ndërkohë me që jemi tek falja. Falja këto ditë, çfarë dimensionesh merr? Duke qenë se njerëzit në jetën e kësaj bote kur bën një gabim kryen një dënim, por se ajo ngel në dëshmi. Pra, ka qenë i dënuar, ka qenë brasës, ose ka bërë një vepër të caktuar. Tek Zoti si është ky raporti kur pendohemi? A fshihen të gjitha gjurmët e mëkatit? Kemi dy gjëra. E para, falja e Zotit është e paimagjinueshme. Nuk mund ta imagjinojmë ne se sa fal Zoti është, e paimagjinueshme. Kemi një person i cili ka tentuar 3 herë të vrasë profetin alayhis salam. Gjithë luftat e ai kanë ngrit kundër profetit alayhis salam. Zoti e fali, ja pranoi pendimin dhe u bë njëri nga njerëzit më të afërt profetit alayhis salam. Kemi një person tjetër që u bë shkak që të vdesi xhaxhai profetit alayhis salam dhe 70 sahabe dhanë jetë, një nga shkaqet ishte ky person. Dhe ai masi bën, le të themi, tobe dhe pendohet, fiton titullin shpata e Zotit në tokë. Çfarë bëhet kështu? Pra ne si njerëz, ashtu siç nuk e imagjinojmë dot Zotin, nuk mund të imagjinojmë atributet e Zotit. Dhe një nga atributet e Zotit është falja e tij. Për këtë arsye, për gjërat më të bukura që kanë, le të themi, që kanë zbërthyer dietarët tek lutja afuun, nuk tha Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfira ighfirli, o Zot ti je falës, e do faljen më fal mua. Po u përdor një folje krejt tjetër, afu. Dhe fjala afu ose le të themi folja afu ose emri i Zotit afu në kupton faljen duke shuar edhe gjurmët që ka lënë mëkati tek njeriu. Pra, jo vetëm që e fal, po edhe atë gjurmë që mund të ketë lënë ai gabimi jon, edhe gjurma nuk do të gjehet, do të zhduket edhe gjurma. Për këtë arsye i tha, thuaj, po ne e përkthejmë shqip afu falës. Si duaja plot hosh edhe për dëgjuesit tan, pra si është arabisht për ata që mund të arrin ta fiksojnë, po edhe shqip. Atëherë arabisht është Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, jo vë, po u, diçka, pra, fa'afu anni, më fal mu, pa të ta përkthejmë shqip, o Allah o Zot, ti je falës, pa ne kemi përkthyer afuun falës, sepse ne nuk kemi e vetmja mundësi për ta përshtatur në shqip falës, kjo është fjala. Do faljen më fal mua, sepse ne nuk kemi një falje, nuk e di, duhet të ketë gjërshimi një le të themi një përkthim ekuivalent që afuun e përkthen falje duke fshirë dhe
dhe gjurmën që ka lënë mëkati. Kështu që ne i fusim i përkthim të shkurtër dhe themi o Allah ti je falës, e do faljen, më fal mua. Pra ideja është, do të thonë, falja e Zotit është e paimagjinueshme, për këtë arsye dhe lutja profetike ose përzgjedhja profetike, normalisht inspiruar nga Zoti, s'ka qenë nga profeti kjo punë, është pikërisht me këtë lloj termi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah Zot, ti je afu, e do afuin dhe më bëj mua afu. Si më thënë, o Allah Zot, ti je ai që liron nga mëkati dhe pasojat e mëkatit. Nga gjurmët e dini vërmë. Më liro dhe mua nga mëkati që më ka marrë peng edhe pasojat e këtij mëkati ose gjurmët e këtij mëkati. Ndoshta do ishte kështu një përkthim. Ndërkohë hoc, njerëzit në këtë ditë mundohen, siç thatë dhe ju, që të afrohen përmes iftareve me njerëzit të afërm, me miqt, me komshit, pra edhe jeta sociale merr një tjetër dimension. Po ndërkohë shumë njerëz kanë të dashurit e tyre të cilët nuk janë më pjesë e jetës së kësaj bote, dhe mundohen her pas here t'i kujtojnë ata, madje mundohen që edhe të shpresojnë për ta dhe të bëjnë diçka me cilën mund të shkojë sevapi tyre. Çfarë duhet bërë këtë natë dhe çfarë nuk duhet bërë në këtë natë dhe këto ditë dhe këto net? Po, shumë bukur, domethënë ne natën e Kadrit nuk duhet merremi vetëm me veten tonë, po duhet merremi edhe me njerëzit e zemrës, cilët nuk janë në këtë botë, dhe t'ju çojmë atyre disa mesazhe që ne i kujtojmë dhe i përmendim edhe, domethënë, bëjmë diçka për ta. Siç është lutja, siç është kërkimi i faljes, siç është sadakaja për shpirtin e tyre, siç është, le të themi, botimi në ndonjë libri apo broshure apo kontributi për diçka që ka të bëjë me fen, me xhamin, për diçka që i shërben kauzës në emër dhe me niyetin, pra me qëllimin që shpërblimi mos ta marr unë që po e bëj, po ta marrë baba im, apo ta marrë nëna ime, apo gjyshja, apo halla, apo daja, apo xhaja, apo tezi, dikush prej të shtrenjtëve tanë që në larguar, apo shoku, apo kolegu, apo dikush, domethënë, që me të vërtet ka qenë i shtrenjtë për ne, dhe ne e bëjmë këtë gjë që t'i shkojë atij shpërblimi dhe sevapi, dhe padyshim që atij shkon shpërblimi dhe sevapi. Pra ne, kur lutemi për një që nuk është në këtë botë, atij shkon sinjali. Kur ne japim diçka për të, atij shkon sinjali. Pra le të jetë Ramazanin përgjithësi, po edhe kjo nata e Kadrit le të jetë edhe një natë që ne çojmë mesazhe që ne nuk i kemi harruar, që ne i duam, dhe si më thënë, ne bëjmë diçka që edhe ata të përfitojnë prej nesh. Unë ju falenderoj shumë për këto orientime, këto shpjegime, dhe shpresoj që të jetë një natë begat për ju, për familjen tuaj dhe për gjithë besimtarët. Zoti i Madh e bëf këtë natë të begat, e bëf këtë natë që të jetë më të vërtet nata e mirësive dhe e begative, dhe arritshim në këtë natë atë që Zoti ka premtuar, faljen e tij që nuk lën gjurmë dhe i fshin edhe gjurmët e mëkateve dhe gjunave tona. Dhe me këtë dua dhe me këtë lutje e mbyllim dhe takimin e sotëm miq, pra është duaja me cilën synohet dhe kërkohet më së tepërmi falja e Zotit, mëshira e tij dhe kthimi dhe pendimi i tij, duke nisur një faqe të re në raport me Zotin, e cila përkthehet pastaj dhe një faqe të re dhe me jetën tonë dhe me botën që na rrethon. Ju falenderoj që na ndoqët, jemi sërish së bashku, kalofshi sa mirë.